boksit botëror. Ju keni dhe shqiptarë në histori që 7 kampionë bote në boksin profesionist. Certifikat për dhënien e titullit qytetar nderi i jepet zotit Jurgen Uldede për kontributin e tij historik në sportin e boksit, si shqiptari i parë që fiton titullin botëror i IBO. Me këtë sukses të jashtëzakonshëm, ai ka lartësuar qytetin e Lezhës, Shqipërinë dhe të gjithë kombin shqiptar në arenën ndërkombëtare. Kryetari i bashkisë Thierry Ndreu, kryetari i Këshillit Luan Uli. Gjej rastin të falenderoj kryetarin e bashkisë dhe Këshillin Bashkiak për këtë nder të madh. Është nder për mua të jem qytetari i nderit Lezhës. Jam një djalë e gjallë edhe një popël i ëndër, të kulturë të klasë mbajtjet e Lezhës, me një ëndër shumë të madhe, me motivim gjatë gjithë kohës, me mbështetje nga familja, me mbështetje nga miqtë e dashamirë, për të arritur këtë ditë, po ky nuk është akoma maja. Domethënë kemi akoma rrugë për të bërë, edhe shpresoj që t'ju bëj sa më krenar në të ardhmen. Duhet të falenderoj në mënyrë të veçantë kryetarin e bashkisë Lezhë, zotin Thierry Ndreu, i cili vazhdimisht ka qenë në përkrahje dhe në mbështetje të Jurgenit. Në emër të dhe këtë e bëj në emër të familjes së madhe Uldede. Një vlerësim ky që ka një peshë të veçantë, sepse e merr në qytetin ku Jurgeni është rrit, ku Jurgeni ka hedhë hapat e para edhe në jetë, edhe në sport. Lezhë për Jurgenin nuk është thjesht një qytet, është një shtëpi, është rrënjë, është fillim, pra është themeli i karakterit tij sportiv. Jurgeni përpara se të bëhej kampion bote, ka qenë një djalë i thjeshtë i këtij qyteti, me ëndra të mëdha dhe me një rrugë as pak të lehtë përpara. Kampioni Jurgen Uldede është shembulli më i mirë që me përvështrim të paparë dhe me një stërvitje serioze ka arritur majat më të larta që një shqiptar ka arritur deri më sot. Ai sot është kampion në një nga disiplinat më të rëndësishme të boksit profesionist IBO, duke na bërë krenar sepse është lindur e rritur në këtë qytet të bukur, në një familje nga më të mirat e këtij komuniteti dhe mbart vlerat më të larta si person. Nuk është rastësi që është sot kampion, pasi është larg veseve të këqija dhe sodallateve pa bukë. Ai është një referencë nderi me të mirat i vetëm për ne, por për shumë të tjerë se si mund të arrijë sukses pa u qarë, ore minut, me një kulturë për të pasur zili, me një dashuri për njerëzit që respekton dhe me qasje publike për t'u admiruar. Jurgen, sot është dita jote, është dita ku Lezhë të nderon me titullin qytetar nderi, titulli merituar nga ana jote, sikur ti nderove Lezhën dhe Shqipërinë në arena kombëtare dhe ndërkombëtare. Ti ruajte identitetin tënd, emrin, nuk ndrove kombësinë, përkundrazi. Valvite flamojnë shqiptarë në arena kombëtare dhe ndërkombëtare, duke u bërë një simbol për Lezhën dhe për gjithë Shqipërinë. Juri është medalist e Europës, Juri është medalist botet që në moshën e tij 18 vjeçare. Ka marrë medalje të rëndësishme, medalje të cilat e futën Jurin në rrugën e tij të boksimit profesionist. Jam krenar si presidenti i Komitetit Olimpik të jem këtu prezent për të vlerësuar Jurgenin, këtë sportist të madh që ka bërë krenar gjithë shqiptarët në ndeshjen e tij në një arenë të madhe mbi 20.000 spektatorë në mes të Londrës.